qytetarë dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, demokrate e demokratë, opozitarë dhe opozitare, shqiptarë dhe shqiptare, kudo që ndodhin sonte, për shëndetjet më të përzemërta. Për ju, misionare dhe misionarë të pamposhtur të Shqipërisë, Shqipërisë së shpresës, Shqipërisë së fitores. Të dashur miq, zhvillimet e ditëve të fundit bëjnë që ne të mblidhemi sot në të shesh në këtë bulevard në kushte ndërma alarmantet. Ndoshta jemi mbledhur në kryengritjen tonë paqësore në momentin më kritik të Shqipërisë në 35 vitet e fundit. Ndaj dhe më duhet të nis këtë fjalë me një shprehje që sot t'illon më aktuale, më rëndësishme se kur. Ata që harrojnë të shkuarën janë të dënuar ta përsërisin atë. Miqtë e mi, Shqipëria është një vend i bekur. Ne jemi të bekur më së pari sepse kemi njëri tjetrin. Ja ku jemi këtu, një det i madh, luftëtarësh, guximtarësh, njerëz të vendosur t'i dalim zot Shqipërisë. Shqipëria është një vend i bekur prej pasurive prallore që Zoti ka dhuruar asaj. Por ne jemi një vend i bekur gjithashtu për traditat tona të mrekullueshme, të mbartura gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, shekull mbas shekulli. Mirë po, nëse Shqipëria është e bekur me popullin e saj, me pasuritë e saj, me traditat e saj, nuk mund të bëhohet se ne kemi qenë apo kemi përjetuar shekull pas shekull shmallkime. Në një farë mënyre ne kemi përjetuar dhe provuar armiq të egër, të pamshirë ndaj nesh, armiq që pa dyshim i kanë sjell dëme më serioze kombit tonë. Kur ne nuk duhet harrojmë shekullin që lam pas, diktaturën hoxhiste të Enver Hoxhës, krimet shtazore që ajo kreu ndaj shqiptarëve, vrasjet, persekutimet, pushkatimet, kampet e përqendrimit, policinë sekrete famkeqe. S'duhet harrojmë kur izolimin më të thellë që përjetuam, shkputjen e plot të Shqipërisë nga trungu i familjes së vendeve të qytetruara që i përkishte izolimin e saj nga Europa dhe bota demokratike. Të gjitha këto i vodhën Shqipërisë, ju vodhën shqiptarëve 45 vite jetë, gati gjysmën e shekullit të kaluar. Asnjë nuk ka dyshime, ndonse sot ka përpjekje për riabilitimin e atij regjimi nga bijt bastard të saj, se Enver Hoxha ka qenë një armik i egër, ashtu siç e quajti Europa, ishte Hitleri shqiptar i pas luftës së dytë botërore. Të dashur miq, ne nuk duhet harrojmë se Partia e Punës dhe Enver Hoxha, ky armik i egër, na qeverisi për 45 vite, pavarësisht krimeve të tij monstruoze të panumërta ndaj shqiptarëve. Por sot, çfarë po ndodh me Shqipërinë?